U rikthyem sërish në studio për të vazhduar edhe më teme të ftuarit tan, ku do të flasim pikërisht për sistemin Safe City, që mund të themi lirshëm që ka hapur diskutime të shumta në vendin tonë, si dhe është krijuar lirshëm një haus, të themi disa pikpyetje se kur gjobiten vozitësit, si ndodh, këto kamerat kur kapen, çfarë regjistrojnë dhe kështu me radhë. Dhe këtu me mua në studio kemi zotrin Agim Neziri, një ekspert i komunikacionit. Përshëndetje zotri Agim, mirë se erdhe në emisionin tonë në Ritmi i ditës. Faleminderit për ftesën, edhe pse është ditë pushimi, por kur është pyetje siguria e vozitësve dhe pjesëmarrësve në komunikacion, gjithmonë jemi të mirëseardhur. Ju faleminderit të shumë që pikërisht për ditë feste dhe dua të theksoj që keni ardhur nga Tetova për të dhënë sa më shumë informacione lidhur me këtë sistem. Para se të fillojmë bisedën, në linjë të drejtë për drejtë kemi kolegën tonë Gjanana Alili, e cila gjendet pikërisht në qytetin tonë para kamerave, para këtij Safe City që e kemi në qytet, ku sadopak do të na informon lidhur këtij sistemi në disa pika të shkurtura informacione. Gjanan, na dëgjon? Rejhane, ashtu si që paralajmërove ti, tani po ndodhemi edhe në bulevardin Goce Delqev dhe Krste Petkov Misirkov, ku është edhe zona më e madhe me fluks më të madh të kamerave të vendosura në qytet të Shkupit përmes sistemit të ri Safe City. Kjo pjesë e qytetit është një arterie kryesore realisht e komunikacionit dhe pikërisht për këtë arsye konsiderohet edhe një nyje strategjike për monitorimin më intensiv. Ky sistem tani më është duke u implementuar gradualisht në ca qytete të vendit, synon të përmirëson ndjeshëm sigurinë në trafik dhe të ul numrin e aksidenteve rrugore përmes regjistrimit automatik dhe të paanshëm të skeljeve. Ai funksionon nëpërmjet një rjeti kamerash inteligjente dhe software të avancuar për njohjen automatike të situatave dhe shkeljeve, duke eliminuar nevojën për ndërhyrje të drejt për drejt të policisë. E kemi të qartë se të gjithë ata që bëjnë nga një shkelje më veç se porosit ju arrin me një herë në celularët e tyre si një mesazh dhe një email personal. Ky sistem evidenton shkelje si te i kalimi i shpejtësisë, kalimin e dritë të kuqe, mos respektimi i sinjalizimit të komunikacionit, mosdhënia e përparësisë të këmbësorëve në vijat bardha, drejtimin në kaq të kundërt, kthesat të pa autorizuara, te kalimet në vende të ndaluara, përdorimi i celularit të vozitjes, një gjë shumë problem tek të gjithë veçse, vendosja e ripit të sigurimit dhe si dhe çdo veprim tjetër që rrezikon sigurinë e pjesëmarrësve në komunikacion. Në zonën e përmendur ku jemi tani është vërejtur një rritje e dukshme e ngarkesës në komunikacion. Shumë shoferë tashmë kanë filluar të marrin paralajmërimet e tyre të para për shkeljet e tyre përmes SMS porosive, të cilat po dërgohen si pjesë e fazës testuese të sistemit. Ashtu siç kemi informacione që më veç se nga 1 janari do hynë në fuqi edhe ky sistem dhe të gjithë do ndëshkohemi nëse bëjmë ndonjë parregullsi në lëvizjet tona. Për shumë qytetar ky ka qenë kontakti i parë edhe me funksionimin e sistemit, duke reflektuar një ndryshim të dukshëm në sjelljen e përgjithshme. Kjo fazë tani tranzitore është vendosur për të lejuar përshtatjen tonë të qytetarëve, pra që sistemin të mos e shohim si ndëshkues, por si një mekanizëm që na ndihmon në ruajtjen e jetës dhe rendit rrugor. Pavarësisht interesit të lartë publik, autoritetet theksojnë se lokacioni dhe numri i sakt i kamerave të këtij sistemi nuk do të publikohet për shkak të sigurisë. Kjo mas synon të parandalon shmangjen e qëllimshme të kamerave nga ana e shoferëve dhe të sigurojë monitorim të drejtë dhe të paanshëm në të gjithë pjesët e qytetit. Po vlen edhe të tregohet se është paraqitur dhe një aplikacion në celularët e tona, ku normalisht ata që merren me IT e kanë bërë këtë aplikacion për të lehtësuar edhe komunikacionin të gjithë shoferëve, duke na treguar se në çdo vend ku ka kamera të kemi një kujdes në lëvizje apo të bëjmë ngadalësimin nëse jemi duke përshpejtuar për të arritur në ndonjë vend të caktuar, se si do shkon ky sistem pas 1 janarit dhe se si do zhvillohen dënimet, na ngelet vetëm për tu parë pas ndrimit të motave, pra që nga 1 janari. Të faleminderit të shumë, Gjana, për gjitha këto informacione që i dhe pak a shumë për Safe City. Ne do vazhdojmë këtu në studio bisedën me zotri Nezirin. Çfarë është ky sistem Safe City? Si funksionon konkretisht? Kështu, para se të fillojmë të sqarojmë problemin e sistemit Safe City, ne duhet pikës pari në një falemnderim të veçantë t'i japëm faktikisht Ministrisë Punëve të Brendshme dhe Drejtësisë, të cilët e nisën këtë projekt. Me të vetmi qëllim që të shmangen aksidentet, të zvoglohet numri i aksidenteve, numri i personave të cilët për fat të keq tragjikisht humbin
jetën, sa që ndëgjova unë veç se kolegja juaj disa informata sakta i potencoj, por sistemi Safe City ose faktikisht qytet i sigurt nënkupton një proces i cili në mënyrë automatike, si shta edhe i regjistron nëpërmjet rrjet kamerave që ekzistojnë, senzorëve dhe sistemit IT bën regjistrimin e çdo shkelje që ekziston në komunikacion. Por, me kalimin e kohës nuk do të përfshihen vetëm vozitësit, por do të përfshihen edhe këmsorët, të cilët edhe ato bëjnë shkelje në komunikacioni rrugor. Pra në fazën janë të ndara në dy faza. Në fazën e parë, si shta edhe kolegja juaj, janë të përfshira domethënë shpejtësia e kaluar, mos respektimi i sinjalizimit dhe respektivisht kalimin të kuqen, parkimi në vende jo adekuate, si dhe përdorimi i rripit të sigurimit. Ndërsa në fazën e dytë përfshihen edhe gabimet që bëjnë këmbësorët. Mirë po, për fat keq, mbas të testeve dhe, edhe pse është projekt pilot, ne pamë se për një ditë, edhe pse keni kujdes, janë vendosur në Tetov, në Kumanov, në Shkup dhe në korridorin 8 dhe 10, e pamë se brenda 24 orëve gabimet janë diku te 110.000. E çfarë do të bëjmë ne për shkak, mirë po, tash evidenca për një javë nuk janë dhënë. Do shohim për muajin 10 orë si qëndron situata. E tash, del ministri dhe na informon se do t'jetë edhe janari. Unë po ju garantoj se ki projekt jo janar, po do kaloj edhe shumë kohë derisa ne të vedisohemi që të respektoj. Nuk është qëllimi këtu tash veç ministria të bëj arkimin e pareve, të hollave, dënimeve, por pjesëmarrësit në komunikacion me një fjalë të marrë një kulturë në komunikacion, sjellja e tyre, mos përdorimi i pijeve jo adekuate, narkotike, mos respektimi i shenjave të komunikacionit e kështu me radhë. Ndërsa për fat keq këtu kene, unë edhe në disa mediume tjera kam potencu, kam thëmë dhe do të them, se në Maqedoni vozit e shumë keq. Ku faktor kryesore kemi kulturën në komunikacion. Në nivel jo në 0, po në 0 jemi. Duke filluar prej vozitësve e deri te këmsorët. Mirë po është një faktor tjetër, një problem se edhe dënimet janë me të vërtet disa dënohen e disa jo. Disa dënime arrijnë në përshirtarët e gjyqeve, këtë po e them me garancë, për arsye se gjatë kohë merremi me këto procese, mos respektimi, mos dënimi i pjesëmarrësve, unë besoj se do të ulte po të funksionante. Rastin e kemi, nëse nuk gaboj, rastin e në parasallës universale, që ndodhi aksidenti me të njerën Frosina, nëse nuk gaboj, ku vozitësi me një dënim qesharaku dënu, dhe për fat keq, mos funksionimi i gjyqit, respektivisht proceseve gjyqësore është faktor nëmër 1. Numër 1 që duhet sa do pak nëse respektohen rregullat e komunikacionit, nuk ndodhin as aksidente, as fatkeqësi të tjera siç ishte rasti siç ju e përmendët. Mund të na thoni se me çfarë teknologji punon kamera, radarët, programet inteligjente dhe si i kap shkeljet? Shikoni, sistemi Safe City, respektivisht qytet i sigurt, unë e potencova se funksionon në atë mënyrë digitale, ku në momentin kur evidentohet gabimi, rrjeti kamerave, për arsye nuk ka një kamerë, një numër i madh i kamerave, e evidenton ku përmes senzorëve bëhet edhe fotografimi. Dhe me njëherë informatat shkojnë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, ku atë marrin numrin e regjistrimit të veturave dhe personin. Mirë, këtu paraqitet edhe një problem, që ndodhet shumë raste që personi ose pronari i automjetit nuk e drejton automjetin, por e drejton dikush tjetër. Mirë po dënimet ta shkojnë te pronari. Kështu që edhe këtu është një problem teknik, dhe për atë arsye unë besoj se jo një muaj, por do na duhen edhe më tepër kohë që derisa të sistemi i IT-s ose TIK-u, teknologjia e informatikës, të funksionojë dhe të përmirësohet. Po jam i sigurt se do të ketë Ministria e Drejtësisë dhe Punëve të Brendshme goxha punë për t'i rregulluar këto gjëra, për arsye se ka shumë probleme. Duhet pikë së pari të ndryshohet ligji për komunikacion rrugor, i cili përmban shumë pika të rëndësishme, të cilat duhet të ndryshohen. Mirë po që se ndrohet një ligj
duhet kemi kujdes me ligjet tjera. Se janë të lidhura njëri mbas tjetri, janë të lidhura dhe kështu që besoj se edhe muj shkurt do të kaloj, jam i sigurt edhe muj mars do të kaloj si pilot projekt, për arsye se me të vërtet numri është maksimal. Maksimal. Kishim raste edhe ju e potencuat një rast të tillë fatkeqësie, mund të themi rasti i Frosinës, gjithashtu një numër i madh të aksidenteve që kanë ndodhur në vendin tonë, mund të potencojmë lirshëm viteve të fundit, edhe mund të themi për shkak mungesës të shenjave të komunikacionit e kështu me radhë. Sa do të ndihmoj Safe City që të mos ndodhin aksidente të tilla? Shikoni, po që të respektohet sistemi Safe City, unë besoj se do të arrim shumë sukses. Mirë po përsëri potencoj se gabimet i kemi diku tjetër. Mos respektimi. Për arsye se gjithmonë jemi mësuar në këto kohëra, në vitet e fundit, në momente kur bëjmë ndonjë gabim, menjëherë kapemi për telefonin. E keni qartë. E sistemi Safe City për të funksionuar si duhet, në më thonë këtu toleranca do të jetë zero. Pasëm rastin e ministri para 2 ditësh doli me informat dje nëse zgaboj, tha merët mesazhi se kam të i kalu 1 km/h. Duhet të dim se automjetet motorike në përgjithësi edhe kur dalën si vetura të reja, në sistemin e instrumenteve ekziston toleranca për 3 km-ve. Do me thënë, me qëllim, e tash nëse vozitimi 53 km/h, de facto ne drejtojmë 50. Në më thënë, këto janë probleme, jo probleme, por rregullat teknike të cilat ekzistojnë në vetë sistemin. Kështu që për atë arsye thashë se Ministria e Drejtësisë, në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme, kanë goxha punë dhe vaj halli se si do të arrijnë me këto qëllime. E kur kemi fjalën për aksidentet, do ta dim se në vitin e fundit kemi pas diku te 140, nëse nuk gaboj, raste të cilët tragjikisht kanë humbur jetën. Që i bie që në 1 milion banor, 75 personat humbin jetën, kjo është me vërtet një numër trishtuese. Duke llogarit, nëse llogaritemi 2 milion, pa mos i marr personat rezident të cilët u tërhoqën. E nëse i llogaritim gjendjen faktike të numrit të banorëve në Maqedoni, besoni se numri do të jetë edhe mbi 80-90 persona në vit, që është me të vërtet një numër goxha i madh. Jo, shumë goxha i madh për. Pam, do më thënë, sistemi Safe City ka kapë një shpejtësie marramendëse prej 200 km/h. A mendoni që do të arrihet me këtë sistem ti themi ti frenoni këta të shpejtët në për rrugë? Po, shumë pyetje e qelluar, që do të vazhdoj. Mirë po, pikë pari thash unë, jam i mendimit se duhet të mbahen trajnime maksimale, duke filluar nga shkollat fillore, të mesme, por edhe jashtë këtyre standardeve që njerëzit edukohen. Potencova në fillim, neve na mungon kultura, faktikisht e sjelljes në komunikacion. Mos respektimi, thashun, i semaforeve, mos respektimi i vizbardhave, e kur jemi të vizbardhat, ne gjithmonë fajnë vozitësve. Themi, në vizbardh, mirë po, edhe këmësorët kanë një faj, se edhe ata nuk respektojnë. Gjithmonë është ajo pyetja, ajo përgjigja, do më thonë këmësorët kudo që t'jenë kanë të drejtë. Kanë të drejtë, por në kalimin të vizbardhat, ekziston një liqë në komunikacionin rrugor që në distancë deri në 100 metra, për shembull, nëse nuk ka vizbardh, i e detyruar, do me thonë, dëvisht e vizbardha, e jo ku të nëntekët neve, të kalojmë. Për atë arsye është shumë, ka shumë punë, thashun, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Drejtësisë me të vërtet do të ballafaqohet me shumë problemi, derisa sa të arrijë atë qëllim që duhet. Ju e potencuat në fillim se deri tani për këtë javë ende nuk dihet se sa gjoba janë ndarë pikërisht për vozitësit. A ka persona? Do më thënë, edhe pse njëherë ju ka një mesazh i tillë që janë gjobitur për shkak shpejtësisë apo për ndalesë të gabuar e kështu me radhë, e ka përsëritur gabimin përsëri. Ka edhe raste të tilla janë. Sa gjoba deri më tani janë ndarë? Po, ju tregova unë se tash vërretje, do më thënë, vetëm për dhjetorin, keni kujdes, do më thënë 110.000. Nëntori, dhjetori. Çfarë do ndodhe për shembull në janar?
që ministri potencon se me 1 janar do të filloj edhe shpërndarje e dënimeve. Unë besoj se nuk do të arrijë këtë punë, ju garantoj për këto premediume se nuk ka shans, nuk ka shans. Para mendoni kur për 24 orë 110.000 janë bë. Edhe pse në kohë të fundit, unë ta shprehtetova deri në shku pashte, deri diku respektohej. Mirë po, kur hina në qytet brenda e pa se problem kanë edhe komsorët e shkret. I kanë zënë krejt të truarët, nënën e gjatë, nënën e maj, do me thonë, edhe pse kanë garaje, apo s'kanë tash, nuk e di unë, mirë po, kultura e vozitës zëma e tillë që veturat i kanë vendosur në trotuar dhe kështu pa mundson këmsorëve që patjetër janë të obliguar të shkelin në shiritin rrugor. Në shiritin rrugor. Besoj se edhe ne tani si ky piloti, ky projekt piloti Safe City, edhe ne si qytetar të vendit kemi filluar sadopak të respektojmë shenjat, të ulim shpejtësi, të vozitët me aq shpejtësi që është e shënuar në atë rrugë. Sadopak edhe ne jemi duke u adaptuar, të themi me plot kuptimin e fjalës, me këto rregulla që shpresoj është për të mirën e qytetarëve, për të mos ndodhur aksidente, sadopak se mund të themi lirshëm se me 50 kilometra në orë nuk mund të ndodhë një ndeshje shumë e madhe. Sadopak mbrohemi nga. Kur kapet një shkelje, çfarë ndodh pastaj? Që në momentin kur personi, vozitësi, drejtuesi, si ta themi, drejton automjetin dhe bën gabim. Sistemi i rjetit, si që potencovat kamerave, senzorëve, si stash unë, me automatizëm bën edhe fotografimin e automjetit, ku merren numrat dhe personi i automjetit. Mirë po, këtu vjen pyetje edhe privatësia. Kjo që është, po që se drejtuesi i automjeteve reagon se nuk kam qenë unë, ka qenë X personi, atëherë Ministria e Punëve të Brendshme detyrohet që ta dërgon fotografinë për të vozitësit, e jo të personave tjerë, për të ruajt privatësinë, për të bejnë personin se me të vërtet ka bërë gabim ose shkelje në komunikacionin Ka njerë që friksohen të themi për privatësinë, a ruhet privatësia, kush i sheh pamjet, kush ka qasje te këto pamje? Ministria e Punëve të Brendshme është e obliguar po që se personi i cili ka bërë gabim, shkelje në komunikacion, dyshon, që thotë nuk jam unë, s'kam qenë unë në drejtim, atëherë Ministria e Punëve të Brendshme është e obliguar që të dërgon fotografinë e personit në fjalë, vetëm të drejtuesit, e jo të personave tjerë. Çfarë ndodh në këto raste? Në këto raste që ta bind Ministrinë e Punëve të Brendshme. Do të thonë se gabimi është bërë dhe me vërtet ai person ka bërë gabim. Mirë po, ne kemi një gabim, thash unë, veçanërisht tash afrohet koha e ardhjes së gurbeçarëve, të cilët në momentin kur hinë në pikën kufitare edhe ndrojnë sjelljen, edhe kulturën e tyre në komunikacion. Asa janë në shtetet e perëndimit, atje respektojnë çdo gjë. Këtë e kemi të qartë, e kemi vërejtur sidomos gjatë pushimeve verore, mund të themi, por edhe ato dimrore, kur zakonisht është fluksi më i madh i mërgimtarëve, që është për të ardhur keq, po shpresoj se tani me këtë sistem edhe ata më do silleni ashtu siç sillen në Evropë edhe këtu. Po unë besoj se po, por megjithatë duhet kohë që t'i bindim edhe ata se edhe në shtetin e Maqedonisë së Veriut ekziston ligji i cili duhet të respektohet. A është të themi popullata mjaft e informuar me këtë sistem, sa duhet? Unë mendoj se jo. Nuk është, afati është shumë i shkurt, pilot projekti, dhe sipas mendimit tim duhet, po që se vendoset që të funksionoj prej 1 janarit, ku thash se nuk jam i sigurt se do të funksionoj, do zgjasë se 2-3 muaj jam i sigurt se nuk mundet, duke pas parasysh gjithë këto gabime që janë bërë i tash, intervali kohorës shumë i shkurt, për të filluar prej 1 janarit me shpërndarjen e dënimeve. Mirë po, këtu nuk është vetëm qëllimi i dënimeve. Se dikush potencon, unë kolegë kam në fakultetin teknik Manastir, bisedojshim para 3 ditësh për këtë problem, paraqitet pyetja se shteti don të pasurohet. Në bashkëpunim me kolegën në Manastir, profesor ligjëron në fakultetin e komunikacionit, qëllimi është edhe që njerëzit të vetëdijsohen. Pikërisht. Që me të vërtet me kulturën e komunikacion të arrijmë atë sukses që duhet. A pritet të themi të ketë ndryshime pozitive afat shkurta, si në uljen e shpejtësisë, te kalimet e kështu me radhë? Për atë arsye, pilot projekti i cili adesh në më shumë qytete do vendoset.
për fat keq unë them, Tetova, Shkupi dhe Kumanova. A desh të përfshihen e disa qytete tjera. Tash nuk dua të keq kuptohem, por duhet të mirë edhe disa qytete të mëdha që janë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, siç është Manastiri, siç është Strumica dhe Gjevlija, edhe të mirët e përqindje. Tash to kanë marrë vetëm korridorin 8-10, Kumanovën, Shkupin dhe Tetovën 110.000, para mendoni. Po që të kishin marrë edhe qytete tjera. Domethënë diku te 200.000 do të arrijnë gabimet që ndodhin. Mund të na thoni se cilët janë përparësitë dhe mangësitë e sistemit Safe City? Problemi kryesor të sistemi Safe City ose qyteti sigurt, përparësitë janë se vozicit veç do të fillojnë të vetëdijsohen. Do të respektojnë, si thashë në fazën e parë, këto 4 procese të cilët janë sistem, ndërsa në fazën e dytë do të përfshihen edhe krejt gabimet tjera që ndodhin. Kjo është në atë aspektin pozitiv, e nëse marrën në atë aspektin negativ, do me thonë, problemi do të qëndrojë se pa tjetër i dënuari është i obliguar pa tjetër të bëj dënimi. Mirë, për këtu ka edhe një problem tjetër, e ndëgjova edhe ministri kur potencoi se çfarë do të ndodhet me vozicit të cilët nuk janë banorë të Republikës së Maqedonisë. E keni të qartë. E bëjnë gabimin edhe vazhdojnë. Dalin jashtë shtetit. Sipas ligjit në komunikacionin rrugor, nuk ka ligj ose nen ku mund t'ja ndaloni atij mos dalje nga shteti. Domethënë ai ka drejt. Mirë po, nuk ka drejt kur do vijë thotë është patjetër i obliguar ta bëj dënim. Ai mund të mos vijë. Siç është rasti vin për turizëm për shembull. Ashtu. Domethënë ai kur do të kthehet, kur do të hyjë në shtetin e Maqedonisë së Veriut, do ta bëj dënimin. Jo, duhet për atë arsye tash Ministria e Drejtësisë duhet edhe disa rregulla të plotësoj, që me të vërtetë edhe atij pamundsohet dalë nga shteti pa më paguaj dënimin. Domethënë do të dalë e tash ta presëm ne ai kur do të kthehet. Ai mund të mos kthehet edhe asnjëherë, keni të qartë. Ose mund të mos kthehet me veturën e vet. Pikërisht mund. Për atë arsye tash ka shumë pikpyetje, mangësi ka shumë mangësi tjera ku Ministria e Drejtësisë ka goxha punë. Në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve. Pikërisht çfarë të ndodhe dhe ata me bizneset që mirën që japen vetura me qira. Po. Edhe këtu shtohen pyetje, është një problem shumë i madh. Për atë arsye thash unë, afati është shumë i shkurt për funksionimin e këtij sistemi. Duhet me të vërtetë shumë punë. A planifikohen edhe kamera të reja të vendosen në vëzhgim të themi në vendin tonë? Diskutohet, unë kam ndjek edhe lajmet edhe për arsye se jemi të asaj lëmije dhe interesohemi përveç sistemi Safe City. Ministria e Punëve të Brendshme planifikon që të ketë edhe automjete të pajisura me kamera, të cilat do të bëjnë edhe regjistrimin. E jo në për vende kur veç më e dihet se për shembull në Shkup ku janë kamerat, e keni të qartë. I kanë mësuar më tani. I kanë mësuar si në Tetov, si në korridorin 8-10, kështu që do të ketë edhe automjete mobile, të cilat do të bëjnë edhe shkele për arsye se sistemi i kamerave varet edhe çfarë largësie ka. Anën e gjatë, anën e majtë, distancën, shenja prej cilën është, siç është rasti për shembull këtu Shkup, respektimi i 50 kilometrave në orë. Me çfarë distancë kap kamera nëse keni informacione? Këtu parashtrohet shumë vjetë. Për arsye se kamera në momentin që kap, është problemi se kemi automjete që vinë në anën e gjatë, në anën e majtë. Domethënë distanca varet krejt prej momentit kur shpejtësia 50 km, ti bën tejkalimin. Edhe duhet të ketë dukje normale, e keni të qartë. Se për të kap sistemi fotografimi ose sisteme digjitale, duhet të ekzistojë një dukje normale që me të vërtetë automjeti të evidentohet, targat e regjistrimit, vozici, që Ministria e Punëve të Brendshme të ketë argumentet plota. Dihet në çfarë distancë ka apo ende jo? Jo, akoma nuk ka informacione. Kur do të bëhet ndryshimi i ligjit në komunikacionin rrugor, thashë kjo pilot projekt i cili do të zgjas. Përsëri potencoj. Unë mendoj se disa herë potencova, afati është shumë i shkurt. Shumë i shkurt, atë po e them me plot përgjegjësi dhe ministrit edhe Ministrisë Punëve të Brendshme i duhet goxha punë tash. Gjobitet të themi vozitësi nëse te i kalon shpejtësinë 51, 52? Për atë arsye unë potencova, se unë pak e ndëgjova edhe parës bisedon ministri këta, unë ta mora një SMS me 51. Tolerancat e respektimit të shenjës 50 në të gjithë shtetet jashtë Maqedonisë ka tolerancë.
Ka tolerancë. Ka tolerancë. Për shembull, unë kam këtu një informat, dhe janë të sakta, që i kam nxjerr. Për shembull, në zonën 50, në Gjermani e kemi 3 km/h tolerancë. Aha, do më thonë nëse jemi 53? Po, 53 nuk llogaritet. Kur e merr dënimin, ti e merr si paralajmëri. Minus 53. Në Francë kemi 5 km/h, në Spanjë 7 km, në Austri dhe në Hollandë kemi 3 km. Ndërsa, në Republikën e Maqedonisë së Veriut, edhe pse unë disa herë jam interesu, mirë për nuk e toleranca këtu ka ne sipas ligjit për sigurinë e komunikacionit rrugor është 10 km/h. Këtë mund ta vërtetoni edhe ju, mirë po problemi këtu qëndron në Komisionin e Komunikacionit, i cili për fat keq ekziston në Republikën e Maqedonisë së Veriut, mirë po çfarë kuadri është i përfshirë atje, unë nuk dua të diskutoj, se edhe ato ndikojnë shumë. Në, të themi, në rregulloren. Në rregulloren, për arsye se ato në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme sjellin risi, sjellin propozime ku për fat keq thash unë. Duan të jenë edhe ata më të qartë, më të qartë, për arsye se ato duhet na orientojnë. E ne në Tetov unë nuk e di kur kanë ardhur, është Këshilli Republikan për Sigurinë e Komunikacionit Rrugor, dhe unë parashtroj pyetje edhe për këtu, se kur për herë të parë kemi pas mysafir. Kam qenë unë në nivelin komunal si në komision për Sigurinë e Komunikacionit Rrugor, disa herë kam bë ftesë ish kryetarës për arsye se kam pas kolegët studimeve në fakultet. Dhe nuk kanë qenë. Besoni se nuk kanë ardhur, atë mund ta them publikisht. Disa herë kam thirrë. Jo s'kemi mjete, më nuk kërkojmë mjete, vetëm na të na shohë masa se ju si interesoj për sigurinë e komunikacionit rrugor. Për arsye se në Tetov me të vërtet kemi një numër të madh automjetesh që lëvizin. Çfarë ndodh me ndalesa kur ndalon me një vend, të themi? Deri sa minuta kemi drejt të ndalojmë? 3, zakonisht kemi parë 3 minuta, 5 minuta. Apo fare nuk duhet ndalojmë në një vend të gabuar? Unë edhe në Facebook komentova një rast pata se do të ketë dënime edhe për ndalesat automjeteve. Në sigurinë e komunikacionit rrugor ekziston një ligj. Çfarë ne kuptojmë me termin ndalim dhe parkim? E keni të qartë. Do të thonë parkimi, çfarë ne kupton? Edhe ndalimi. Ka një tolerancë kohore kur automjeti është i ndalur dhe pas kalimit atij intervali kohor, do të thonë dihet se posojnë dënime. Asaj përket parkimit ka vende të caktuara, ekzistojnë shenjat të komunikacionit ku mirë në vende ku është ndaluar, dihet se çfarë dënime. Çfarë mund të bëjnë veç qytetarët që ky sistem të themi të funksionojë sa më mirë si duhet? Sistemi Safe City ose qyteti i sigurt që të funksionojë thashën duhet trajnime, veçanërisht këto të rinjt, si informata që i marrim ne dhe statistikat në kohët fundit e shoh se shumica e personave të cilët humbin jetën në aksident janë të moshës rinore. Dhe statistikat flasin se gati çdo vit, edhe këtë them me përgjegjësi plot, se gati çdo vit numri i aksidenteve çdo vit rritet për 20%. Domethënë rritet numri i automjeteve, mos respektimi jo rastisht edhe është në funksion sistemi Safe City dhe besoj se unë nuk e di në shtet tjetër ballkanik është funksionimi i këtij sistemi. Mirë po duke pasur parasysh se me të vërtetë jemi në hall të madh me gabimet që ndodhin në komunikacion, nuk respektohen në fakt ligjet dhe vim deri te rastet tragjike. Zotri Naziri, në fund një mesazh juaj për shoferët, si duhet ta konceptojnë atë sistemin Safe City, si ndihmë apo si armik? Unë më tepër kisha potencuar si ndihmë, ndërsa si armik ata cilët nuk e respektojnë sistemin Safe City, për arsye se vozicit të cilët janë të edukuar. Unë besoj se në respektimin e sinjalizimit horizontal vertikal, sinjalizimin e respektimin në fakt të vizbardhave ose zebrave që themi ne, dhe trajnimet të cilat bëhen, unë besoj se do t'i arrijmë. Por me punë, me respektim. E jo se policia na dënojë të ndalim. Kemi shumë raste ne më funksionimin para se të funksionojë sistemi Safe City i radarëve që themi ne. Dhe me automatizëm vozicit mes vetë ndihmohen. Po, me shenja me ndihmohen, nuk është qëllimi. Do të thonë këtu neve na mungon kultura në komunikacion.
Do në veç kur marrëm informat për juve, më falni si u drejtova, se ka policia dhe ndalojmë shpejtësinë. Duhet ne të arrijmë atë qëllim që të respektojmë rregullat që ekzistojnë në komunikacion. Pa marrë parasysh si janë, mirë po, duhet të vijnë në funksion. E jo dënimet të rrinë në përsishtare. Ka shumë. Atë mund të garantoj dënimet veçanërisht të mëdha, se ka persona që janë të dënuar, ka 10, 15, 20 dënime kanë, mirë po. Deri më tani nuk është marrë asgjë. Nuk është marrë asnjë masë. Asnjë masë. Ju faleminderit të shumë, zotërinë Eziri, për gjitha këto informacione që i dhatë përmes ekranit tonë në TVM2, si dhe për gjitha ato pikpyetje që i kishim ne pikërisht për sistemin Safe City. Faleminderit, dhe ishte kënaqësia ime, gjithmonë jam i gatshëm të jem prezent kur është pyetje siguria e komunikacionit trugor. Ju faleminderit edhe një herë. Shikues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për ditën e sotshme, kështu që mua nuk më ngjelet gjë tjetër përveç se të ju dëshiroj një ditë të mbar, edhe pse sot është ditë pushimi, jo ditë pune, po unë kisha kënaqësinë që të kisha dy të ftuarit të mi këtu në emisionin Ritmi i ditës, ku ndam shumë informacione, sidomos për sistemin Safe City. Atëherë, mirëmbëçi deri ditën e nesërme.